Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Ky është horoskopi i diel 5 tetor 2025. Dashi. Kjo ditë është veçanërisht e favorshme, unë i këshilloj çiftet që po dalin nga ndonjë krizë të kthehen. Kushtojini vëmendje faturave tuaja. Haresa. Po dita. Demi. Sot pres një ditë të mbarë. Projektet dhe lindjet në çift janë të preferuarat. Në dashuri, nëse jeni një zemër e vetmuar, do të keni letra të shkëlqyera për të luajtur. Binjaket. Do të dëshironi të ikni dhe gjithsesi sot do e keni shumë të vështirë të ruani qetësinë. Diçka duhet të sqarohet, por do të ishte më mirë t'i bëni gjërat me qetësi. Disa shqetësime mund të lindin në familje. Gaforia. Një situatë më e mirë për dashurinë që mund të lulëzoj ose të zgjohet në javët e ardhshme, do të keni më shumë kohë t'u kushtoni ndjenjave. Njoftime. Luani. Sot rekomandoj vëmendje maksimale në marrëdhëniet me të tjerët, të gjithë ata që mund të bëjnë një zgjedhje nuk duhet të përmbahen. Virgjeresha. Shmangni të mendoni se nuk mund ta bëni sepse është krejt e kundërta. Fitnesi fizik përmirësohet, qetësia e brendshme. Peshorja. Veçanërisht këtë pasdite, vetëm një fjalë e keqe dhe shurma shpërthen. Biseda me ju sot do të jetë e vështirë dhe nuk do të doni të dëgjoni faljen e dikujt. Akrepi. Dita e trazuar. Nëse tashmë keni një histori që po zhvillohet, do të dëshironi të përpiqeni të arsyetoni, të kuptoni arsyeën e një mbylljeje të supozuar. Shigjetari. Emocionaliteti juaj është në kulmin e tij dhe kjo mund të jetë me fat ose jo. Ndiheni pak të lodhur dhe keni nevojë të rikuperoheni. Britsjapi. Kishte një krizë që përfshinte jo vetëm zgjedhjet tuaja, por edhe ato të dikujt që ishte ose është ende me ju. Takime të reja me njerëz të ndryshëm zakonisht nervozizëm. Ujori. Kush ka një histori që vazhdon prej disa kohësh, nis projekte të mëdha që mund të kenë të bëjnë edhe me bashkëjetesat apo fëmijët. Udhëtime për të planifikuar. Peshqit. Disponueshmëri e shkëlqyeshme nga njerëzit përreth jush. Mos kini frikë nga e ardhmja, zgjohet edhe dashuria, ju jeni të fortë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Së shpejti.